doktori ishte i tëri i mbuluar me gjak. Më kapën nga pas për qafe dhe më tërhoqën zvarë në brendësitë e lokalit, e kishte parë vajzën e saj brenda një veture të dyshimt. Rrëmbim, grabitje, marrje peng e rrahje brutale janë 3 ngjarjet që karakterizuan Prishtinën dhe fushkosovën në mbrëm. Fillimisht, ginekologu 60 vjeçar Afrim Veliu u përball me një situatë të rëndë kur rreth orës 10 të mbrëmjes papritur u rrah brutalisht nga një person i panjohur në lagjen Ulpiana. Sipas policisë, ai ishte goditur me shufër metalike në kokë, derisa dëshmitarët okular kanë thënë se doktori ishte i tëri i mbuluar me gjak. Personi i cili ka kryer sulmin deri tash ende nuk është arrestuar, derisa mësohet se i tëri ishte i veshur me zeza. Prishtina nuk gjeti qetësinë edhe pas 6 orëve kur në mes të sheshit Nën Tereza, një kasafort me pajisje elektronike dhe para të gatshme u marrë nga 3 persona të maskuar. Por përveç dëmit material, ajo që bën rastin edhe më të rënd është se grabitësit marrën peng rojen e sigurimit që ishte aty, pra pjestarin e Besa Security, Milaim Krasniqin, derisa grabitja u realizua në atë pjesë. Sipas deklaratës së tij në polici, ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit, teksa ai ndodhej jashtë objektit duke pirë cigare. Në atë moment, 3 persona të veshur me zeza e jelek reflektues ju afruan dhe e kapën për qafe duke tërhequr zvarr deri në kuzhinën e objektit. Më kapën nga pas për qafe dhe më tërhoqën zvarr në brendësitë e lokalit dhe më mbajtën kokën poshtë gjatë gjithë kohës. Nuk më lejuan të shoh asgjë, thuhet se ka deklaruar roja. E ndërkohë që ai mbahej peng, grabitësit deportuan në zyrat e brendshme, ku lokalizuan dhe marrën kasafortat e IPCO-s, për të cilën dyshohet se përmbanin sasi të konsiderueshme parash, telefona të rinj dhe mbushje elektronike. Ata e kanë transportuar kasafortën përmes një karroce të vogël dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me shpejtësi në drejtim ende të pa identifikuar. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agromborovac ka thënë se aktualisht policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe operacionale për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve. Ftojmë qytetarët që posedojnë informacione relevante për rastin të bashkëpunojnë me policinë përmes linjes fales 192 apo përmes aplikacionit digjital Lajmëro Policinë, kanë lajmëruar policia. Në anën tjetër, një rast i rrëmbimit është raportuar në orët e para të mëngjesit të 21 majit në Fushë Kosovë, ku një vajzë rreth moshës 14 vjeçare dyshohet se është rrëmbyer nga 4 persona të panjohur. Rreth orës 00:30 është raportuar informacioni për një rast të dyshuar rrëmbimi. Në vendin e ngjarjes në rrugën Dardania, policia ka kontaktuar me nënën e viktimës, e cila deklaroi se e kishte parë vajzën e saj brenda një veture të dyshimt. Kur ajo ishte afruar, vetura kishte lëvizur me shpejtësi duke e goditur ankuesen, e cila më pas është dërguar për trajtim në QKUK. Pasi ka kaluar mbi një orë, vajza e mitur është paraqitur në emergjencën e Prishtinës, ku edhe ka marrë ndihmën mjekësore dhe më pas është intervistuar nga policia. Ajo po ashtu deklaroi se ishte marrë me forcë nga 4 persona në rrugën Pajazit Islami rreth orës 12 të mesnatës dhe gjatë rrëmbimit ishte prekur në pjesën e qafës dhe duarve, përpara se të lirohej rreth 1 orë më vonë. Sipas raportit mjekësor, ajo nuk ka psuar lëndime fizike, derisa hetuesit kanë identifikuar veturën e dyshuar, ndërsa prokuroria kujdesare për të miturën ka autorizuar që rasti të procedohet si vepër penale rrëmbimi. Hetimet thuhet se janë në vazhdim.